Gjatë jeta o bite kombit më krenar në botë. Si fillim, ju shpreh mirënjohje dhe ju përulem të gjithë qendrestarëve dhe veçanërisht të gjitha atyre nënave me fëmijë të vegjël, të gjithë të moshuarve dhe të gjithë atyre personave me aftësi të kufizuar që nuk e braktisën asnjë ditë këtë shesh, të tuku më shkruhet historia e re e një Shqipërie pa tradhtar. Juve nuk du t'ja harroj historia. Ju po shkruani histori, sepse këta janë tradhtarët më të mëdhenj të kombit. Jam Ylber Cami, me profesion inxhinier pyesh. Jam Dibran, jam ish punonjës i qeverisë Ramani, i detyruar të braktis adheu, të braktis familjen, sepse duhet të vidhja, por unë nuk e vidhja tokën, ku të parët tanë sakrifikuan jetën për të mbrojtur që një ditë ne ta gëzojmë. Ky sistem që ndërtuan këta na detyruan të ikim, ndërsa tani shqiptarëve të diasporës ju kanë futur thikën pas shpine, duke ju shkaktuar një dëm kolosal në ekonomi. Nëse 10 vjet më parë një shqiptar në diaspora sillte 100.000 euro, fitonte 40 milion të vjetra shqiptari, ndërsa sot humb 50 milion lekë të vjetra për fajt të tradhtarëve, sepse këta e varfëruan popullin këtu. Tani duan të varfërojnë dhe diasporën që të na mbyllin gojën gjithëve, që diktatura të vazhdojë. Por këta burra, gra, fëmijë, pleq tregojnë që ne nuk do të dorëzohemi deri në mposhtjen e sistemit më të korruptuar dhe anti-shqiptar. Sot vi me familjen nga Italia. Këtu i filloj dhe do t'i mbaroj pushimet në këtë shesh. Do të flas për një çështje që është shumë shqetësuese. Atë të shpopullimit. Shqipëria sot përballet me 2 tradhtarë të mëdhenj të kombit, Sali Berisha dhe Edvin Rama. Sepse këto kanë praktikuar politikat e shpopullimit. Dhe unë flas me fakte dhe jo me mashtrime si këta. Do marr shembull vendinjen time, vendin e origjinës. Jam nga fshati Gjoris, i rrethit Kuqis, jemi në zemër të Dibës. Ishte komunë dhe kishim 5.000 banorë para 36 viteve, ndërsa sot nuk numëron